Mos e mbani kurrë teshtimën, ja çfarë ndodhi një 34 vjeçari. Kur vjen puna te teshtima, njerëzit ndahen në kategori, ata që teshtinë fort dhe ata që e mbajnë atë. Përpjekja për ta mbajtur teshtimën nis nga shumë arsye dhe një prej tyre mund të jetë mirësjellja ose bezdia nga zhurma që shkakton ajo. Mbajtja e teshtimës sipas ekspertëve mund të shkaktojë probleme serioze për shëndetin. I tillë është rasti mjekësor i një 34 vjeçari në Britani, i publikuar në revistën British Medical Journal. Ai përfundoi në spital me probleme të rënda pasi u përpoq fort të mbante teshtimën duke mbyllur hundët dhe gojën. Ekspertët thonë se ai pësoi një çarje të brendshme të fytit, entje të qafës, vështirësi në përtypje dhe në të folur. 34 vjeçari u shtrua për 7 ditë në spital, gjatë këtyre ditëve u ushqye vetëm falet tubave. Roli i teshtimës në organizëm është që të pastrojë sekrecionet dhe të mbajë gjithashtu edhe frymëmarrjen në rregull. Me një shpejtësi nga 100 deri në 800 km/h, teshtima e mbajtur mund të krijojë edhe probleme në aparatin respirator.